mund të ekzekutohesh një gjumë nëpërmjet dërgimit të një vale me frekuenca të larta, nga këto 5G, 6G, ta dërgoj një gjumë të personalizuara sipas numrit mikrochipit që ke, dhe njeriu vdes në gjumë, njerëzit nuk e kuptojnë, thonë vdiq ira infarkt ose ira. Pra, këta do të shkojnë drejt depopullimit dhe drejt kontrollimit. Do përpiqen të bëjnë një shtet qendror në Izrael me kryeqytet Jeruzalemin, ky është plani i këtyre. Po që të bëjnë këtë që të kontrollohet gjithë bota nga ky shtet, ka nevojë për rritjen e territorit dhe këta duan të kapin territorin nga Nili deri në Tigër dhe Eufrat. Janë dhe ato dy vijat që ka flamuri i Izraelit lart dhe poshtë. Poshtë është Nili, lart është Tigri. Dhe këta përveç saj rritjes territorit për të kontrolluar botën kanë nevojë dhe të zvogëlojnë njerëzimin dhe botën. Dhe këta duan ta realizojnë duke i çuar popujt drejt një lufte bërthamore për të ndodhur goditja bërthamore në të gjitha zonat. Në Amerikën e Veriut ata duan ta shkatrojnë komplet. Evropën perëndimore duan ta shkatrojnë komplet. Kemi po shpeshherë që përflitet edhe në për emisione ndryshme. Kinën duan ta shkatrojnë komplet. Dhe ata duan të lënë përsëri vetëm me zeun, si një qendër ku mund të kemi dhe ne fatin që të mbijetojmë nga këto goditjet bërthamore që ata planifikojnë, por që me dëshirën e Zotit themi që ky plan i këtyre njerëzve që bëjnë plane kundër Zotit të dështojë përballë planeve. Kemi po shpeshherë që paraqiten UFO, domethënë kemi po video të ndryshme nëpër YouTube çka ekziston në fakt tek Arena B51? Pse nuk i lën njerëz të afrohen atje? Po mos vallkon ndoshta UFO atje apo? I pari që kam botuar unë libra për zonën 51 është shtëpia ime botuese. Helga Sikras po. Po Helga Sikris, kam botuar disa libra për këtë. Çka fshihet pas? Mendohet që janë disa kate në një shpellë të madhe natyrale. Nga njëra anë janë zyrat dhe të kuarterat e racave aliene dhe nga ana tjetër janë zyrat e racave njerëzore të shtetit amerikan. Dhe në katet poshtë kanë zyra të përbashkëta ku bëjnë eksperimente eugenike për të krijuar lloje të ndryshme racash inteligjente, për shembull peshk me njeri, kal me njeri dhe ato që ne kemi parë dikur që janë këto Pegasot, një kal me flatra duke fluturuar si zok. Janë këto centaurët ku një kal është me kokë njeriu ose ku e di unë janë këto luanët me kuajt me koka luani ose domethënë këto nuk janë fantazi, rivendosje të mëdha janë bërë vazhdimisht në tokë. Krijuesi çdo gjë mund t'ju fal njerëzve, vetëm ndërhyrjet gjenetike nuk ja u fal. Shkuarja sipas me kundër krijesave që ka krijuar Zoti konkretisht kundër njeriut, filloi me vaksinën mRNA të Covidit, e cila ishte një pandemi organizuar nga elitat, të cilat me shpikjen e vaksinës mRNA, e cila është një fletues që lexon kodin gjenetik dhe është sintetike, jo biologjike, jo organike, dhe kjo krijon një ADN sintetike në trupat e njeriut. Kjo ka filluar të jap efektet negative ashtu siç ne kishim thënë dhe gjatë gjithë kohës së pandemisë, dhe që unë njerëzit i kisha këshilluar që të mos e merrnin vaksinën. Sot efektet negative kanë filluar të jepen në lidhje me këtë. Çka fshihet konkretisht përveç asaj, domethënë tek Arena B51, pse njerëzit nuk i lën të afrohen aty? Po si lën, sepse është ky plan dhe aty ka pasur dhe një luftë sipas tregimit që ka bërë një nga këta pjesëtarë, s'e mbaj mend emrin, kemi bërë dhe një emision këtu në Okult, në podcasti im Okult me atë s'po më kujtohet emri i tij. Ai ka dhënë një intervistë për luftën që është bërë në zonën 51 midis jashtëtokësorëve dhe ushtarakëve të Shteteve të Bashkuara, ku të gjithë ushtarakët janë vrarë dhe kanë mbijetuar, mos gaboj, vetëm 3, po njeri ka folur dhe ka treguar se çfarë ka ndodhur, dhe ky është gjetur i varur në shtëpi me një çorape najloni grashu, e kanë gjetur të varur dhe
Nuk dihet arsyeja e vdekjes së tij. Në e kanë mbyt. E kanë vra. Nuk dihet, kishte edhe depresion për shkak të kërcënimeve që merrte për të mos folur. Dhe ai megjithatë ka folur dhe bisedat e tij janë në internet. Schneider e ka Phil Schneider. Po pas Antarktidës atij murit të akull të Antarktidës, çka fshihet? Ca ka fshihet diçka? Po, është një mur rrethor, i cili rrethon gjithë tepsinë e tokës së sheshtë, qofse mund ta shprehnim kështu. Dhe ne jemi, sipas teorisë së tokës së sheshtë, ne jemi të mbyllur në një firmament të madh, pra jemi të mbyllur si në një tenxhere. Dhe këtu brenda është krijuar habitati për të jetuar. Nuk dihet se kujt i shërben jeta jonë, mundet që ata që kanë krijuar këtë habitat, mundet që shfrytëzojnë energjinë tonë, të cilën edhe mund na i thithin sipas disa teoricienëve të konspiracionit, duke përdorur henën si një platformë dhe ku janë vendosur aparatura të cilat thithin gjithë energjinë që prodhojnë, domethënë thithin energji nga trupat tanë, jo të gjithë energjinë, po thithin vazhdimisht energji nga trupat tanë të cilën e përdorin si paketa ushqimore, sipas teoricienëve të konspiracionit, për këta, pra ne na përdorin siç përdorim në një vaskë me peshk, që i rritim i ushqejmë dhe në fund të ushqehemi me peshqit. A ekziston një botë tjetër pas murit të Antarktidës? Flitet që ekziston një botë shumë më inteligjente. Janë shumë vaska. Janë shumë vaska të vendosura në të njëjtën platformë. A është e vërtetë që Hitleri ka pas bazën ushtarake, një nga bazat ushtarake të Hitlerit ka qenë atje? Flitet që në Antarktidë Hitleri ka patur komunikim me këto racat aliene dhe ka pasur disa baza ushtarake të futura në fund të Antarktidës. Është dhe një mision i admiralit Evelyn Byrd, i cili ishte admiral i Shtetet Bashkuara dhe është përpjekur të shkonte atje, mirë po ai ka treguar në kujtimet e veta se anijet e tij u goditën në një ishull poshtë Argjentinës, në ujërat afër Antarktidës, anijet e tij luftarake u goditën disa prej tyre, kurse ato që ishin civile me personel nuk u goditën nga disa mjete luftarake fluturuese që kanë dalë nga uji. Edhe ka vazhdimisht kemi pa video që dalin disa mjete. Po, bota është e çuditshme, kur ne nuk mund të themi që e njohim botën. Mua më vjen për të qeshur, ne nuk dim henën sa larg është dielli, nuk e dim. Ata thonë 150 milion kilometra, thonë dielli larg. Dielli mund të jetë vetëm 5000 kilometra larg.